Tari Komunës, Zotëri Idris Vehapi, me kënaqësi e ftojnë për një fjalë rasti. Të nderuara familje të dëshmorëve, të rëndëve, përfaqësues të ushtrisë Kosovës, policisë Kosovës, të nderuar zoti ministër, gjithë ju të pranishëm. Pranverat në Kosovë, e sidomos në komunën e Rovecit, janë shumë të dëmshme, për faktin se çdo ditë kujtojmë një periudhë shumë vështirë, të përgjashme, të dëmshme, të cilën e kemi përjetu ne për gjithë që kemi qenë në këto troja. Sidomos vitin 99, pasi që Serbia kishte kuptuar që përfundimisht do ta humbte Kosovën, kriminali udhëheqësi i saj kishte marrë për obligim që të bëj sa më shumë dëm në njerëz, në gjitha ato që i përkyçeshin popullit shqiptar në këtë troja. Vuajtëm pa mos. Këtë dëshmon edhe këto pamje këtu që i kem këta fëmijë, këta njerëz plesh gra fëmijë të pafajshëm, të cilët edhe tinzisht i vranë, duke u përpjekur që t'ja lënë fajin dikujt tjetër, duke u përpjekur që të fshehin dorën e tyre të fliqur. Të nderuar të pranishëm, gjeneratat e vjetra edhe gjyshërit edhe stërgjyshërit tonë na kanë tregu dhe na kanë mësu se ne si popull kemi vujt shumë, por edhe brezat tonë kemi vujt dhe kemi përjetu ditët më të vështira. Vetëm fakti se u lexuan emrat e dëshmorëve, pam aty dëshmorë të cilët kanë rënë në vijën kufitare, e cila është vënë pa drejtësisht. Pa dëshmorë të cilët u vranë në protesta dhe demonstrata, që ishin përpjekje jona të fitojmë lirinë, por ishte edhe dëshira jona që atë liri ta fitojmë me më pak gjak. Mirë po duke patur parasysh se kishëm përballë një armik shumë të papërshtatshëm, shumë jo njerëzor, i cilin histori është njohur vazhdimisht që ka përdorur metodat më njerëzore për të pastru trojet shqiptare, ne prapë se prapë spatëm rrugë tjetër dhe u desh që të luftojmë edhe pse ishim shumë të pabarabartë. Armiku nuk u ngop me asgjë të keqe që përpiqej dhe i bënte popullit tonë. Nuk i kurseu madje as fëmijët e djepit. Për këtë, ne që jemi tani, brezat që do vinë, duhet mos të harrojmë kur këto vujtje tonat që kemi përjetu brez pas brezi. Dhe njëkohësisht duhet jemi më të bashkuar, punojmë bashku dhe të forcohemi si shtet, si popull dhe t'ja pamundsojmë dikush nëse na ka nos sikur që ka ndodhur në të kaluarën. Kjo mund të bëhet vetëm nëse jemi të bashkuar, nëse punojmë çdo ditë, nëse nuk e harrojmë gjakun e derdhur, nëse nuk i harrojmë vujtjet, lotët, mundin e nënave dhe baballarëve të cilat kemi pasë që kanë vujtur, ashtu të ardhmen e kemi të sigurt. Në të kundërtën, prapë do të ballafaqohemi me rreziqe. Rreziqet për popullin tonë ende s'kan mbaru. Këto i shohim çdo ditë, i përjetojmë çdo ditë, por nga këto duhet të nxjerrim mësim dhe të punojmë që ato të evitojmë dhe të punojmë që ne të jemi të fortë dhe të punojmë që ne dëshmorë t'i kujtojmë si dëshmorë dhe të punojmë që mos të ketë nevojë më të kemi dëshmorë, por të kemi një vend të zhvilluar dhe të përparuar. Krejt në fund, lavdi gjithë dëshmorëve të rënëve, respekt familjeve tyre, me lutje që të zavendësohen, familjet e tyre të rriten, edhe ne bashkarisht të jemi atje ku kemi vendin si popull i vjetër, si popull dinjitoz, mikpritës, bujar dhe tjetojmë të zhvilluar dhe të bëjmë një jetë njerëzore dhe të lumtur. Lavdi dëshmorëve, lavdi të rënëve, respekt edhe njerë familjeve tuaja. Faleminderit.